Por, a do të marrë seriozisht Netanyahu kërcënimin e administratës Trump, pasi ai vet së fundmi deklaroi se Izraeli nuk është protektorati i SBA-s dhe mund të marrë vetë vendime për sigurinë e tij. Kështu merret shumë seriozisht, thot Alon Liel, ish drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme të Izraelit, duke shtuar se grupet e ekstremit të djathtë në Izrael nuk mund të vendosin vetëm për agjendën e aneksimit. Ligjvënësit e ekstremit të djathtë, përfshirë ministrat të kabinetit, e kanë shtyrë Netanyahu drejt agjendës së tyre për të ashtuquajturën Eretz Izrael apo Izraeli i Madh dhe marrjen e përhershme të gjitha tokave palestineze, përfshirë Bregun Perëndimor dhe Gazën. Por Liel thekson se, pa lejen amerikane, kjo agjenda e ekstremit të djathtë nuk mund të ecë përpara. Sipas tij, paralajmërimi i Trumpit kundër aneksimit është ajo që po e ndalon atë të ndodhë, diçka me rëndësi kritike për stabilizimin dhe paqen mes izraelitëve dhe palestinezëve. Megjithatë, duke pasur parasysh historinë e SBA-s me Izraelin dhe natyrën e paparashikueshme të Trumpit, analisti politik palestinez Kamel Hawash dyshon sa pesh ka realisht ky kërcënim. Gjuha e Trumpit ka qenë shumë më e ashpër ndaj Izraelit këtë javë, thot ai, por unë ende nuk jam i bindur se ai do ta bëjë atë që thotë.